إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان تداشر تمي vëllazër xhamatli shumë të nderuar dhe shumë të dashur, të gjithë do të duaj të falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili është i vetmi Zot dhe nuk ka tjetër pas tij, të cilin shumë e dojmë dhe shumë e respektojmë dhe e kemi obligim fuqimisht ta besojmë dhe e kemi obligim fuqimisht tek ai të mirat e tij të shpresojmë dhe kemi obligim për hatër tij, veprat e mëdha të vogla të mëdha dhe të vogla, pavarësisht çfarë do vepre që është, pavarësisht çfarë do fjalë, çfarë do peshë që e ka ajo fjalë, do duhet ta veprojmë për hatër të Zotit, do duhet të flasim për hatër të Zotit, edhe do duhet të dashurit e mi, të duhemi për hatër të Zotit. Nuk ka shpëtim tjetër të dashurit e mi, përveç se duke qenë në rrugtim drejt Allahut të Madhnuar. Vëllezër të nderuar, njëra prej dukurive negative, e cila është duke mbërthy jo vetëm vendin ton, jo vetëm trevat tona, jo vetëm viset tona, por mbar globin e tokës, është vëllezër të dashur arroganca e madhe kundrejt prindërve. E kemi thonë këto me 10 herë, do ta themi me 100.000 herë, sepse e kemi obligim, sepse Zoti nuk na i pranon sevapet tona, nuk na i ruan të mirat tona, nuk na i pranon Allahu punët tona, pa që se prindrit nuk janë razi me neve në rrugën e Allahut të Madhnuar. Prandaj një analizë e cila ka dalë prej dietarëve më eminent të botës, ka ardhur në përfundim që rebelimi i fëmijëve, rebelimi i madh i fëmijëve kundrejt prindërve është njëra prej shkaktarëve kryesor që po ndikon që Allahu nuk po sjell shi. Prandaj ju bëj apel o vëllezër, që t'i edukojmë ata, që t'i kemi në kontroll ata dhe t'i lutim Allahut të Madhnuar që fëmijët e tonë të kenë rahmet. E të dashurit e mi, kam dëgjuar dhe kam lexuar që në Mbretërinë e Arabisë Saudite është ngritur një komitet për verifikimin atyre fëmijëve, cilët nuk janë duke i nderu prindrit. Edhe në bazë verifikimeve, në bazë ankesave që kanë ardhur, llogaritnin e një shoqëni kur Islami është ideal, ku praktikimi i fesë islame është shumë 100% më i madh se në vendin tonë. Sepse vedia ndaj Islamit, dituria ndaj Islamit është nivelin më të lartë. Njeriu e respekton Islamin sa ka dije. Njeriu i tutet Zotit sa e njeh Zotin. Njeriu trimnohet ndaj Zotit se nuk e njeh Zotin. Po ta njeh Zotin, kishte me ju frigu atij. Po ta njeh dënimin e Allahut, kishte me pranu urdhrin e Allahut. Çto vllaznia ja. Edhe të dashurit e mi kanë ardhur në përfundim, pas një analize, pas një investigimit fuqishëm, pas një hulumtimit thellë, ka ardhur se me 10 familje kanë probleme ndërveti. Prindrit nuk flasin me fëmijë, madje fëmijët janë aq arrogant sa shqohen edhe i bin prindrëve, edhe një prej rasteve tash më i freskët që të vërtet është për të zhukur rreshtje. Shiqani kujdesi i shoqënisë, shiqani çfarë niveli duhet më kon kujdesi i shtetit kundrejt tyre rasteve të cilat bin viktim, pastaj edhe neve Zoti na dënon për shkak gjinohëve të mëdha. Dhe kanë ardhur përfundim se djali
e ka rrof nonën e vet me 10 herë, edhe disa prej dhëmbëve ja ka thyr, edhe të dashur të mi e ka marrë gjykata rastin, edhe a e dini se çfarë dënimi i ka dhënë djalit në fjalë, del nona edhe mundohet me mbrojt fëmijën e vet. Mundohet me kamuflu veprën e ligë të fëmijës të vet. Mirë për të dashur të mi, pas analizave, pas investigimeve të forta, vinë për fundim se ky fëmijë, ky djalë i cili ka 30-ta, se nuk ka fëmijë, ky burr, ky njeri i martuar, gjithë këtë zullum që bën prindërve të vet, duhet vllazni çdo ditë xumaje me i marr ka 60 shkopi prej kryetarit të komunës. Udhëheci i qytetit e ka obligim këtë djalë 60 shkopi me i rënë shpinë, pse ka rraf nonën e vet, 5 vjet i burgosën, 40 xhumo kështu duhet me ia bën. Edhe në qendër qytetit. Çka më mendja juve të dashur të mi, sikur të aplikohej kjo është edukat, kjo është mësim, kështu përmirësohen gjendjet. E jo të dashur të mi, sikur se në sistemet tona çfarë jemi duke jetu. Unë mendoj se burgjet më shumë janë duke luajtur rolin për edukimin e hajnave, për edukimin e matrapazve, për edukimin dhe vetëdijsimin e kriminalëve. A kur aplikohet shariati i dinit islam, sa ka një nanë të kojnë 2 nana, e masi nuk ekziston kjo të dashur të mi, atëherë e kemi pra një hapësirë të cilën populli jonë që 100 vjet e aplikon, ai është me alon Allahut madhnum. Allahu është ai i cili vendos, masi në këtë dunja njerëzit, ekzekutivi nuk don me zgjedh këtë çështje, që është don Zoti i madhnum, atëherë e kemi një të drejtë. Për këtë arsye, hoxha juaj, imami juaj, cili ju doni juve shumë, madje më shumë se ju që më doni mua, bëni mos të bindun, do të ndërhyj në çdo çështje për më apo me dije. Kam të drejtën me propozu, kam të drejtën me ide me pru, me alon Zotit. Allahut leja, sa Allahu është ai i cili din më së miri me zgjidh problemin tënd. Edhe jam i bindur gjitha ato çështje të cilat njerëzit e kanë shtrit dorën për hatër të Zotit dhe ja kanë lënë Zotit dhe e kanë ndëru kompin dhe e kanë ndëru atë dheun e tyne që të paksohen dhe të minimizohen problemet, pasha Allahun e madhnum njerëzit janë marahat, flajnë marahat, kurse ata të cilët nuk e pranojnë idenë time, nuk e pranojnë propozimin ton, le ta dinë se janë gabimtar të më të mëdhej, sepse Allahu është ai i cili po na sprovon. Allahu po na sprovon. Juve që s'ju ka sprovu deri sot nuk do me thonë që nesër nuk ju sprovon. Nuk do me thonë që juve nuk do t'ju provon Allahu. Por për këtë arsye vllazni duhet me ndi dhimbje e për t'ja kuptu tjetrit që të dorën zemrën tënde. Edhe ku mbylli syt për një çast, mendoje që ai i vdekur është djali yt. Mendoj që ai i vdekur është baba yt. Mendoj se ai i vrami është vllau yt. Mendoj se është axha yt. Edhe mendoti për t'ja kuptu vllaut, për t'ja kuptu filanit, sepse të dashur të mi, nuk do duaj populli shqiptar që 60 vjet jemi bo shtet, më kon përmbi 370 vrasje. 370 vrasje. A mas lufte, mas 12 qershorit vitin 1999, që ka fillu një epokë e re për popullin e Kosovës, banu të bindur janë mbi 1500 vrasje. Kjo vllazni kjo është hata e madhe vllazni. Kjo është hata e madhe, ka vende, mos t'i emnojmi, se s'kam qef me emna. Ka vende gjerin deri 21 hakmarrje janë. 21. Edhe vllazët e dashur për shkak dashat këqive nuk po mundu me dëpërtu. Andaj ju bëj apel të gjithëve, ta lutum Allahun për të na ndihmu, që ta arrijmë një pajtim gjithë kombëtar, një pajtim gjithë shtetënor, një pajtim gjithë vllazënor, një pajtim të cilën e don Zoti, sepse gjithmonë para proceseve madhore historike të popullit ton, njëra prej shkaktarëve kryesor ka qenë pajtimi, cilën e kanë bërë burrat për hir të Zotit dhe pirolla ju qoftë. Edhe pa dyshim se Zoti ka më shpërbly. Dhe ju bëj apel të gjithëve, nëse nuk dini me fol fjalë të mira për izet Zotit, mos folni fjalë këqija. Nëse nuk dini me thonë një sevap e me bën një sevap
për i Zot Zotit, mos lejeni me boni gjuna. Për i Zot Zotit, sa raste i kemi pas për t'i pajtu, për t'i afru pozicionet, gjakrat për t'i ullë, dashakqit kanë ndiku me gjunat e tyne, edhe procesin e kanë shka për derdh, edhe procesin e kanë shkatru dhe nuk kemi mujt me afru. Prandaj ju bëj apel të gjithëve, ju që jeni këtu në xhami, dhe ata cilët janë jashtë xhamis, dhe ata cilët janë vetë shqiptar, i thënë besimtar, për i Zot Zotit, na ndihmoni me dua, na ndihmoni burra me dua, se populli po pret, njerëzit janë me vaj në buzë, njerëzit janë shkrumu prej belave, prej hakmarrjeve. Na vetëm për në Kosovë po flasim, por dalëm të vllaznit tonë në Shqipëri, por dalëm të shteti am, është katastrofë e madhe vllazën. Njerëz të ngujum, fëmija i mbet analfabet, pa mujt me shku në shkollë, për shkak hakmarrjeve dhe gjakderdhjeve të ndryshme që janë prezente në shoqërinë tonë. Shekullin 21, mani më vllazni se nuk lejohet një gjë e tillë. Mani më vllazni, falni fëmijëve t'juj, falni fëmijëve t'juj, rinisë t'juj, se gjaku jonë është i shtrenjtë. Nuk ai është më i shtrenjtë se gurë të çabës. Ai është më i madh se cimenti me cilin është ndërtuar çabja e bekuar. Këto duhet me e fut në memorien e secilit. Po dini që do me thonë vllazni me myt një njeri. Po dini që do me thonë me bëni gjuna kaq të madh, sepse njerëzit duhet me pas parasysh. Duhet me pas parasysh se na shtan këtë dynjë unë ta fali, por afu vall Allahu ata ka fal. Një njeriu që ka ndodhur që ky rasti këtu po shkruan. Ja ka fal burrat, sikurse burrat e mëdhej, elhamdulillah dhe në Shqipolin tonë kemi një burr të madh i cili sot 2 javë e ndëroi vatonin, e ndëroi kombin shqiptar me një gest heroi trimënor. Ky është guximtar, ky është heroi i gjallë. Allahu është përbleft në xhenet me djalin e vet të takoft ja Rabbi. E gjithëve neve na gëzoft. Po shkon të dashur e mi dorosim mas një kuë, mas i merr dënimin, edhe për shkon të një dietar. Edhe për shkon të ai dietari, po thot gjuna të madh kam pa. Nuk e din kush pas Zotit. Ka raste vriten njerëz, nuk deklarohet dorose. Nuk deklarohet dorose. Mirë pa shumë interesant se Allahu e kallzon. Të na janë thurr 100 hiqaje, ja therra, ka kallzu, e më i therr ku ka kalu knena, atë kujtohet para 20 vjetë që shekon myt filonin e ku ta diune. Allahu nuk e lën gjakun pa dalë, o vllazni. Nuk më shefet gjaku. Allahu është ai i cili i qet autor të krimit. Edhe shkon te ky dietar thot vën nuk po muj me i dal vetit. Ku po shkoj, po mdel ai që kum pyet. Ku po bi ëndër me ta po bi. Çka po ai po paraqitet. Çka po veproj ai po mdel përpara. Në ëndër ai po paraqitet. Dietari i bën Abasi ka qenë dietar para 1500 vjetë ky muhabet. I thot ai ki prind gjallë. Thot jo, thot më kanë vdek. Thot kërko falje dhe shko të organet e rendit. Në të ko shko të organet e rendit, shko të ekzekutivi. Zotit bofqare, Zotit një mos, po di që ka me të thonë. Ke bom ka të madhë që nuk ka detin në botë. Nuk ekziston një deti. Qoftë oqeani paqësur, qoftë çdo oqean që është i furt, edhe është i madh, edhe ka kubikash të madhe të ujit. Pasha Allahin nuk ka uj i çdo oqeani që ka mundësi me la krimin e vrasjes me paramendim. Krimin e vrasjes me paramendim. Vetë Zoti është ai i cili fal. Dhe të dashurit e mi, tha ki prind gjallë, tha ju, tha kërko falje. Kërko falje, të t'ju Zotit largohu, tha. Bir pishma që ke bon. Kur shkaj ai tukajt, pe vesin zonësat hoxhen, djetarin. Pse tha e pyta e ki prind gjallë, hemar tha burra. Unë e tha, po më sheni, tha, 80 vjet i këmë bon. Njeri tha që i bën 80 vjetë, 90 vjetë, tha i frik ka me dek. Mi 100 vjetë kush s'ka jetu. Tralltjen, të na umeti Rasulullah, trall që jetuin mi 80 vjetë. Hajde 90 vjetë, si do që tjetë. Unë e tha gjithë këtë dije që Zoti ma ka dhonë. Unë e më tha djali i Hoxhës pejgamberit, Abdullah ibn Abbasi, djali i Hoxhës pejgamberit alayhis salam ka qenë. Tha nuk kum po halo, dhe nuk kum gjetë, tha, që diçka tha, e gëzon Zotin më shumë se bamirësia e fëmijut për prindin e vet. Se bamirësia e fëmijut për sidomos nënën e vet. Duaja e nënës për djalin, çfarë do krimi që ka bë, Allah është ai i cili e ka. Për çata ato e pyeta one. Thotë se ki gjallë prindin, gëzo prindin,
që Allahu të gëzohet me sevapin tonë ndaj prindit, e ndoshta Allahu është ai i cili ndërhyn te ti. Allah i dhe mas mirë për këtë arsye, lutë në vllazni para se mu bon, se ku të bonhet, për i zetë Zotit mos bëzon. Rigati pa u bon, se kur bonhet, të t'ju Zotit, edhe ndreq e punën, që ka thonë Zotit, edhe duke ra istigfar, edhe në juve për ju kërkoj, për hirtë Zotit e gjithve, që të ndikojmë, t'ju flasëm fëmijëve tonë, t'ju flasëm rinis tonë, t'ju flasëm vëllezërve tonë, edhe të bëhemi burra, se cili e ka dikonin mik, se cili e ka dikonin shok, se cili e ka dikonin prind, se cili e ka dikonin vëlla, se cili e ka dikonin diçka, t'ju flasëm atyre rasteve ku janë, që ta bëjmë i mirë për hir të Zotit. Ton kena mundësi, ton ta bëjmë një lutje, ton ta bëjmë një sadok, ta bëjmë një jetë për hir të Zotit. Kudo që ekziston një hakmarrje, ja Rabbi, unë që të sadok për dhon, e ti e din bereqeti kësaj sadoke ku ka me godit, e Allahu më na mbrojt. Nëse jemi të pas provum, po nëse jemi të provum, Allahu të na bën zgjidhje dhe të na ndihmon. Ai ka mundësi, prandaj lutemi dhe i përgjerohemi vetëm mëshirës dhe rahmetit të tij. Vëllezër, kërkoni falje se Zoti fal shumë. Dhe lutuni për fëmijët e juaj, lutuni për prindrit e juaj, lutuni për të gjallët e juaj, për të vdekurit e juaj, se Zoti o gjallë kur një herë nuk vdes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa usalli wa usallim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ila yawmiddin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد تداشر تمي ju bëj apel, kërkoni falje të Zotit, se Zoti fal. Zoti fal çka njeriu nuk fal. Fal Zoti është i madh, xhelle xhelaluhu. Ati duhet më mbështit, ati duhet më kërkon ndihmën, edhe në vazhdimsi ju bëj apel të gjithëve, pa dallim, pleqëtri, edhe ju t'i bëni apel familjarëve tuaj që të jeni të vetëdijshëm dhe të keni përgjegjësi sepse keni pranuar me dëshirë të jeni musliman. Si zakonisht, wala tahinu ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين mos gaboni më udhëpsu Allah hile mos gaboni më ligështu bëni të fort in kuntum mu'minin nëse jeni besimtar wa aqimus salah dhe thirrë ikametin dhe përgatitu me fal farzën e xumos bashkë me xhamat.